Gjatë vizitës që ja bëri komunës së Gostivarit, ku diskutuan disa çështje me rëndësi të veçantë për qytetarët, veçanërisht për bashkëvendasit tanë që jetojnë në Itali, ambasadori i Republikës së Italisë në Maqedoni u pyet në mënyrë të veçantë për problematikën e mosnjohjes së lejeve të vozitjes nga autoritetet italiane, çështje e cila po shkakton vështirësi të konsiderueshme praktike dhe administrative për një numër të madh qytetarësh tanë në Itali. Përfaqësuesit lokal theksuan nevojën që kjo çështje të trajtohet në nivel institucional, me qëllim gjetjen e një zgjidhjeje të qëndrueshme dhe të pranueshme për të gjithë. Ambasadori i Italisë deklaroi se çështja në fjalë pritet të marrë zgjidhje në një afat të shkurt kohor, duke nënvizuar se autoritetet kompetente janë duke punuar intensivisht në këtë drejtim. Penso che potrà essere risolto presto perché il negoziato bilaterale. Besoj se do zgjidhet shpejt sepse marrëdhëniet bilaterale, domethënë negociatat bilaterale në lidhje me këtë çështje janë duke shkuar përpara dhe është një çështje formale se kur do zgjidhet ky problem dhe shumë shpejt do të njihen edhe patentat e Maqedonisë së Veriut. Vizita e ambasadorit në komunën e Gostivarit u vlerësua si një kontribut i rëndësishëm në thellimin e marrëdhënieve dyfalshme ndërmjet dy vendeve, si dhe në adresimin e problemeve konkrete me të cilat përballen qytetarët në jetën e tyre të përditshme.